Përshëndetje të nderuar miq. Zoti i Madhënueshëm shumë gjëra i uren të cilat ne i veprojmë. Ndaj do të ndalem pak në gjërat të cilat Allahu i uren. E para nga këta është syri. Por cili sy? Syri i cili është krenar, i cili është mburavec. Syri i cili shikon prej së larti poshtë. Syri i cili është i mbushur me mendje madhësi. Dhe ata që janë poshtë nuk i sheh fare. Nuk don t'i shikoj fare. Ajo që pason më pas është, pra në vendin e dytë, është gjuha. Cila gjuhë? Gjuha e cila gënjen të nderuar. Gjuha e cila nuk e përkrah, nuk e përhap të vërtetën. Gjuha e cila i fsheh të vërtetën. Dhe gjuha si e tillë është organ i cili nuk është se vetëm përhap fjalë, por gjuha mund të shkaktoj shumë grindje në mesin e njerëzve, që si pasojë mund të ketë edhe humbje jetrash. E treta është dora. Cila dorë? Dora e atij i cili vret jetra të pafajshme. Dora e të cilit merr jetën e dikujt që nuk ka asnjë faj. Por se ky mizor, ky tyran, i cili nuk zgjedh as mjete që të arrijë atë që e lakmon, që të arrijë atë të cilën e pëlqen, e parapëlqen. Pra, edhe në qoftë se është në pyetje përdorimi i ndëshkimit fizik, i një ndërhyrje fizike nëpërmjet duarve, e duart fillojnë nga vetë duart, por ata janë në gjendje të shërbehen edhe me makineri të përsosur, e cila vret mija njerëz për një sekondë. E katra, kush është ajo që Allahu e uren në vendin e katërt? Janë këmbët të nderuar, këmbët të cilët vrapojnë drejt së keqes, këmbët të cilët nuk zgjedhin rrugë se si të vinë deri te e keqja, këmbët të cilët sa hapa që bëjnë për të arrijë qëllimin e tyre, nuk zbrapsen dot. E Allahu i Madhënueshëm, kur ka fol për gjuhën, kur ka fol për duart dhe këmbët të cilët veprojnë keq, na e ka shpall ajetin kuranor në surën e Nahl, pra surja me numër 16 në ajetin 23, në të cilën Allahu thot se Allahu i urren mendje mëdhenj. Allahu pra i urren ata të cilët janë buravec, që lavdërohen, që krenohen. Dhe në vendin e 5, Allahu i vendosën dëshmitarët e rejshëm. Kush janë vëllezër të nderuar, motra të nderuara? Dëshmitarët e rejshëm janë ata të cilët ju kur bisedoni dhe ju kur diskutoni me dikend, ose dëshironi që diçka ta vërtetoni, por në praninë e dëshmitarëve, ata janë ata të cilët që pas diskutimit tuaj, pas paraqitjes suaj, pas argumentimit tuaj, ata përhapin gënjeshtra. Ata flasin, ashtu si ju vjen mirë atyre. Dhe këtu me e keqja është ajo, sepse ata janë gjithnjë në gjendje që masën në maksimum ta manipulojnë dhe ta bëjnë për vete. Kush është pra grupi i cili tani pason në vendin e 7? Në vendin e 7, të nderuar miq, janë ata të cilët në mesin e komunitetit
në mesin e miqve, në mesin e familjarëve, për qaj, shpifin, vetëm e vetëm që të arrihet për qamja, në mesin në të cilin ata dëshirojnë që dikush të përqahet. Janë këta ata 7 grupet të nderuar, të cilët Allahu i urren. Pejgamberi Allahut ka thënë: ju nuk keni besuar përderisa nga gjuha dhe nga duart e juaja muslimanët e qirë, besimtarët e qirë, por nëse doni ta përhapim pak edhe më të gje, pra edhe njerëzit e qirë nuk janë të sigurt. Andaj, se ti falës, se ti agjeron, se ti e vëzëqar, se ti shkon në haq, se ti bon umre për dit, nuk bon dobi në qofë se nga goja jote, e cila gënjen, e cila përhap gënjeshtra, e cila përgojon, e cila përqesh, përbus, traston, lëndon, dhe nga duart e juaja që ti vepron dhe të shkon diken, që nga ma i voglit deri taj ma i nevojshmi, pra ti i forti që më poshtë të doptin, që Allahu është plotësisht kundër këtyre veprimeve, sepse ai na ka urdhëruar që ne ta përkrahim, ta mbështetim, ta ruajmë, ta mbrojmë të doptin, por jo të fortin, ta mbrojmë të shtypurin, por jo shtypësin, ta mbrojmë atë i cili diskriminohet, por jo atë i cili diskriminon, ta mbrojmë atë që u vra, që u lëndua, por jo vrasësin, o avokat, o gjikatës, o minister, o hoq, o pop, në qovë se ti përkra interesin dhe vret, atë i cili me pa të drejtë është lënduar, është vrar, i është marë pasuria, i është bo hile, i është shkel buka, dhe ti je bo shkaktar, je bo buk shkeles, je bo hilexhi. Ore, te Allahu, nuk do ke shpëtim. Im dëgjove 700 që i numrova, që nga syri, gjuha, duart, këmbët, dëshmia e rrejshme, dhe në fund përgojimi, shpifja e cila përqon, qon deri tek përqamja, deri tek shkatrimi, që nga familjet e deri në komunitetin, në kuptimin më të gjë. Andaj, bjeri mendes, shoj mendjes, pasuroje karakterin tënd me virtyte morale, e pastaj përqëndrohu në rituale. Sepse ritualet fetare nuk do të bëjnë dobi në qofë se ti je karakter prishu, në qofë se ti je tradhtar, je vrasës, je lënduës, je keqpërdërues. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Allahu nuk i do zullumqarët. Elhamdulillah, elhamdulillah, Allahu akbar. Assalamu alaikum. Përshëndetje për ju. Qofshi mirë dhe shëndosh, kudo që jeni. Mos haroni, abonohuni në kanalin tim, aktivizojeni zilen, që mos ju ik asnjë video. Unë do të isha jashtëzakonisht i kënaqur, në qoftë se juve ju pëlqen videoja ime, që të bëni një like me gishtin përpjet. Ju lumt, mirë u pafshim në video të radhës.